Si mund të korrigjojmë karmën financiare? Çfarë mund të bëjmë nëse në trekëndshën e karmës sonë financiare ka vetëm 1 ose asnjë 4, duke përmirësuar cilësitë e 4-s: shëndetin, trupin fizik, qëndrueshmërinë dhe stabilitetin. Personi me asnjë ose vetëm një 4 duhet në radhë të parë të kujdeset për trupin fizik dhe shëndetin. Orientimi drejt fitimit të parave duhet të jetë i qëndrueshëm dhe jo një herë kam dëshirë dhe fokus, herën tjetër jo. Duhet të kujdeset që gjërat i çojë deri në fund, duke mos qenë i prirur të planifikojë shpenzimet ose të mbajë llogaritë të tyre. Një person i tillë është i prirur të kryejë shpenzime emocionale dhe impulsive. Ai duhet të edukojë në vetvete aftësinë për të planifikuar, për të qenë i qëndrueshëm dhe sistematik. Për këtë arsye, edukimi i vetvetes për prirjen financiare në mungesë ose të vetëm një 4 fillon nga kujdesi për gjendjen e përgjithshme fizike, për trupin dhe shëndetin. Këtu përfshihen trajtimet për përmirësimin e shëndetit dhe gjendjes së përgjithshme fizike, por gjithashtu edhe planifikimi i shpenzimeve. Mund të fillojë duke mbajtur llogaritë të shpenzimeve ose duke shkarkuar një aplikacion që mund ta ndihmojë lidhur me këtë. Sapo të fillojë të kujdeset për trupin fizik, të jetë sistematik dhe të planifikojë shpenzimet, financat e tij do të përmirësohen dukshëm. Na ndiqni për korrigjimin e tipareve të 5-s dhe 6-s.